Arkitekti Miroslav Gërçev thot se veshja e qendrës tregtare të Shkupit me barok është vazhdimsi e projektit Shkupi 2014, përmes së cilit sipas tij po bëhet krim dhe po shkatërrohet trashëgimia kulturore në kryeqytet. Sipas tij, objektet sikur qendra tregtare e Shkupit janë imazh me të cilin identifikohet fryma urbane e kryeqytetit. Nitu barokot në Gradski Trgovski, nitu sever. As baroku i qendrës tregtare dhe as baroku i gjithë ndërtesave këtu nuk mund të thuhet se janë legale. Është e kundërta, bëhet fjalë për krim të rënd shtetëror, krim me të cilin shkatërohet trashëgimia kulturore dhe bëhet përdhunim serioz kulturor, historik dhe politik të qytetarëve të Shkupit dhe Maqedonisë. Edhe arkitektja Danica Pavlovska, që ka qenë kryetare e Asociacionit të Arkitekteve të Maqedonisë, është kundër veshjes së qendrës tregtare të Shkupit me barok. Mendoj se jemi dëshmitar të një vepre dhe një obsesioni të sëmur që më në fund të intervenohet mbi objektin e qendrës tregtare, duke filluar në aspektin ligjore juridik me prurjen e vendimit para 2-3 javëve. Ky objekt është nënvizuar si objekt me interes të veçantë, që do të thotë se për intervenimet e saj vendos Ministria për Transport dhe Lidhje, e cila sjell politikat e qeverisë aktuale. Në gazetën zyrtare tani më është publikuar vendimi për vazhdimin e ndërtimeve të projektit Shkupi 2014, në kuadër të së cilit është edhe ndryshimi i pamjes së qendrës tregtare të Shkupit. Kjo qendër ka qenë objekt i njohur si trashëgimi kulturore, por ky vendim është anuluar. Arkitektët nuk përjashtojnë mundësinë që këtë vendim ta çojnë në gjykatën kushtetuese. Asociacioni i Arkitekteve të Maqedonisë ka kërkuar që të vendoset moratorium për ndryshimin e imazhit të këtij objekti. Në mbrojtje të qendrës tregtare të Shkupit, për të mos ndryshuar pamja e saj, më herët ishin organizuar protesta nga grupe jo formale të qytetarëve. Qendra tregtare e Shkupit është ndërtuar në vitin 1973, sipas projektit të arkitektit Gjivko Popovski dhe një grup arkitektësh të tjerë.